Specialistët e sektorit të qarkullimit rrugor referuan materiale në prokurori ku nisi procedimi penal për shtetasit LK, banues në fshatin Pistull dhe BE, banues në fshatin Grish, pasi u kapën duke drejtuar motomjetin pa leje drejtimi. GA, 36 vjeç, banues në fshatin Vajush, pasi në aksin rrugor Shkodër Kuplik duke drejtuar automjetin ka përplasur shtetasen QU, 73 vjeçe, banuese në fshatin Dobraç, e cila po merr mjekime në spitalin e traumës dhe është jashtë rrezikut për jetën. Specialistët për hetimin e krimeve të Komisariatit të Policisë Malësi e Madhe referuan materiale në prokurori ku nisi procedimi penal për shtetasin. ÇM, 34 vjeç, banues në fshatin Vukaj, pasi u kap duke transportuar 6 metër kub lëndë drusore të prera në mënyrë të kundërligjshme. Lënda drusore u sekuestrua në cilësinë e provës materiale. GZ, 55 vjeç, banues në Shkodër për veprën penale, kundërshtimi punonësit që kryen një detyrë shtetërore ose një shërbim publik, pasi kanë kazuar 4 punonjës të IKMT-s se gjatë shoqërimit në Komisariatin e Policisë Malësi e Madhe të automjetit me lëndë drusore të shtetasit ÇM, shtetasi GZ ka bllokuar rrugën me automjetin e tij edhe i ka kundërshtuar ata. Materialet proceduriale u referuan prokurorisë pranë gjykatës së shkallës së parë të jurisdiksionit të përgjithshëm Shkodër për veprime të mëtejshme.